Shikues të nderuar, Talpo Televizioni u përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Gjithnjë më shumë qytetarët në Gjirokastër po përballen me vështirësi në blerje të produkteve të ndryshme për shkak të çmimeve të larta, sipas tyre, të ardhurat që kanë nuk mjaftojnë për t'i përballuar këto shpenzime. Gjithnjë më shumë qytetarë në Gjirokastër po përballen me vështirësi në blerje të produkteve të ndryshme për shkak të çmimeve të larta të ardhurave të ulta që kanë. Sipas konsumatorëve, të gjitha produktet kanë pasur rritje, që nga fruta, perimet e tek produktet dhe në produktet shtatësore. Në tregjet e Gjirokastrit pothuajse është bosh kjo për shkak të hezitimit të blerësve. Si u duken çmimet? Çdo se që janë, nëse ti blesh tale. Privoheni nga blerjet, kufizoheni? Kufizohemi me se ti blej. Tot frutat e sezonit për shembull. Kile domates e marrëm dot. Sa ka shkuar kile domates? 1000 ca. Po frutat për shembull qershit apo këto të sezonit? Janë shumë të shtrenjta, nuk blej. S'kemi blen, si kemi provuar, s'kemi ngrënë. Sa ka shkuar? S'kam pyetur se sa, s'kam marrë. Po produktet e tjera për shembull bulmeti ose mishi? Mishi i shtrenjtë, bulmeti 1 kg djath 14.000 lekë, 15.000 lekë, se blen dot. Apo këto në produkte luksi për shqiptarët? Që luksi, kur si blen dot meten atje, pashitur. Juve në pension? Në pension moshën e kam moshur, po s'kam dalë. S'ke dalë. Me çfarë merreni? Punoj në shtëpi, baçe, miell, se jam në fshat miell, perime të tëra, fruta. Po çmimet e fruta perimeve janë të larta? Shumë të larta janë, të shtrenjta shumë. Njeriu nuk mund t'i marrë, sidomos pensionisti, nuk mund t'i marrë. Një pensionist ja tani që unë pësunisa, një pensioniste që e shkreta, ka marrë 2 patate, 1 patërgjane edhe 2 speca që të bënte drekën. Këto janë. Kufizojnë në blerje? Shumë kufizojnë. Ne kemi një qikë pensionit të madhë, po ata që kanë pensiona 100.000, 80, 90, që bënë e dirama, nuk i shikon këto? Si a bëni me pensionet? Ju dalin, do me thënë? Me pensionin unë e kam mirë, do me thënë jetojmë. Po se kam punuar në shëndetësi 30 e ca vjetë, kam pension të mirë dhe burri pension të mirë, po pensionistët buaj. Që nga shënjësi e bukës më. Buka në Tiranë është 1.000 lekë, tu 1.200-700 gram bukë. 700 gram bukë. 1.200 dhe 1.000. Janë në koqe të mëndes apo s'janë? Që bëjnë, duhet këtë kontrol. Që nga djathi, që nga të tëra të rritura janë. S'duen marrin njerëzit, marrin pako gjëra marrin. Ka që ka vadin se handot, se është me 15.000. Djathi bardh me 12.000. E merë do të një pensionist? Nuk e merë do të. Po cilësia ushqimeve tani, si u duket? Dhe ushqimet. Ushqimet sikur edhe ka dhe oferta, do me thënë me ashtu. Ka supermarketa që kanë oferta, shumë vetë ven marrin ku shikojnë ofertin më të ullit. Ati ven marrin. Po, falem. Jemi këto momenta me zhvillimet kryesore nga vendi. Bashkimi Evropian do të ofrojë 700.000 euro për të mbështetur linjëzimin e sistemit hekurudhor shqiptar me standardet europiane, forcimin e institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e hekurudhave dhe trajnimin e punonjësve. Së fundmi, Bashkimi Evropian në bashkëpunim me qeverinë shqiptare kanë hapur një tender për të mbështetur zbatimin e legjislacionit Bashkimit Evropian në sektorin hekurudhor shqiptar përmes krijimit dhe ndërtimit të kapaciteteve të autoriteteve dhe sistemeve të kërkuara hekurudhore. Objektivi i kësaj kontrate është të kontribuojë dhe të ofrojë mbështetje për sektorin hekurudhor shqiptar me qëllim për afrimin e politikave dhe legjislacionit të Shqipërisë. Do të ofrohet mbështetje në hartimin e kuadrit ligjor hekurudhor në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian, përmirësimin dhe forcimin e kapaciteteve institucionale të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe autoriteteve të tjera hekurudhore shqiptare. Bashkimi Evropian do të ofrojë 700.000 euro për zbatimin e këtij projekti përgjatë 15 muajve. Vendi ynë po plaket me ritme shumë të shpejta, ndërsa po përmirësohen statistikat diku në Tiranë, në qytete të tjera, mosha më mesatare është mbi 50 vjeç. Shqipëria është duke u plakur me ritme shumë të shpejta. Alargimet më të mëdha janë të moshës nga 20 deri në 40 vjeç, që përbëjnë 54% të popullsisë së larguar. Më problematik është në qarqet e jugut dhe të juglindjes. Këto statistika janë pothuajse në të gjithë Shqipërinë, ndërsa kryeqyteti është gjendja më e qëndrueshme.
Tirana e rregullon pak piramidën e popullsisë, e bën më të pranueshme deri diku. Në qarqet e tjera, mbi 50% e popullsisë janë mbi 50 vjeç. Kjo tregon se ne jemi duke u plakur me ritme shumë të shpejta dhe si shkak kryesor është emigrimi. Rënja e lindshmërisë, dy nga faktorët kryesorë që kanë të bëjnë me këtë rënje. Me rritjen e temperaturave, numri i insekteve në ambiente është shtuar, duke sjellë rritje të rasteve të pickimeve që po drejtohen nga mjek të familjes kudo në vendin tonë, ku me ngrohjen e motit janë shtuar pacientët me reaksione alergjike ndaj pickimeve të insekteve. Rastet më të shpeshta janë nga mushkonjat, mjezet vogla, bletët, grerzat dhe në raste të ralla nga milikonat e zjarrit, të cilat janë më të përhapura në plazhe. Pickimi i insekteve mund të shkaktojë simptoma të ndryshme, nga reaksionet të lehta që mund drejtohen në shtëpi deri tek alergjitë serioze që kërkojnë ndërhyrje mjekësore. Në rast pickimi nga mushkonjat dhe mjezet e vogla nuk nevojitet kujdes i veçantë përveç vendosjes së kompresave në ujë të ftohtë. Në rast pickimi nga bleta, zona duhet lahet me ujë dhe sapun, duhet të vendosur kompres e ftohtë për të reduktuar enden. Në asnjë rast nuk duhet të kruhet vendi i pickimit për të shmangur infektimet dhe nëse është e dukshme thumbi duhet nxjerrë me kujdes. Edhe pse më të rralla përgjatë verës rritet edhe rreziku i pickimit nga gjerprind, për të cilët duhet kërkuar menjëherë ndihmë mjekësore në qendrat spitalare. Çmimet e naftës vijuan të rriteshin përgjatë ditës së djeshme, duke shtuar rritjen për 7% nga java e kaluar, ndërsa konflikti midis Izraelit dhe Iranit është thelluar dhe kërcënon furnizimin global me naftë. Nafta amerikane u rrit për herë të parë me 1.2% në $73.85 për fuqi. Të hënën në mëngjes, sipas orës lokale, shpërthime u pan në qytetin bregdetar izraelit të Haifës, duke dëmtuar ndërtesa dhe duke i vënë flakën infrastrukturës, pasi Izraeli tha se Irani njësi një raund të ri raketash. Raketat u pan duke goditur zonën përreth një rafinerie nafte në Haifa. Konflikti ka nxitur frikën për ndërprerjet e eksportit të naftës nga rajoni. Analistët kanë ngritur gjithashtu shqetësime për një konflikt në zgjerim që mund të ndikojë në rrjedhjen e naftës nga ngushtica e Hormuzit, që është edhe pika më kritike për furnizimet me naftë në planet. Ambasadori i SBA-s në Izrael, Mike Huckabee, thotë se ambasada amerikane në Tel Aviv do të mbetet e mbyllur pasi pati dëme të vogla përgjatë sulmeve iraniane përgjatë natës. Mike tha se nuk pati lëndime në personelin amerikan përgjatë sulmeve. Ambasadat dhe konsullat amerikane në Izrael zyrtarisht do të mbeten të mbyllura pasi strehimi është ende në fuqi. Disa dëme të vogla nga goditjet me raketa iraniane pranë degës së ambasadës në Tel Aviv, por nuk pati lëndime në personelin amerikan, shkruajti ai në platformën X. Ishte gjithçka e përgatitur për të edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë më pafshim.